Përshëndetje, jemi këtu me zotin Genti Gjetani, cili është themelues i Nova Solar. Genti, faleminderit shumë për këtë intervistë. Është hera juaj e parë që merrni pjesë në këtë lloj panajiri apo keni qenë edhe në panajiret e tjera? Përshëndetje, faleminderit për intervistën. Kjo është hera jonë e parë si kompani në këtë panajir, duke qenë se ne këtë vit kemi sjell një teknologji e cila përshtatet edhe me pjesën e bujqësisë, që është instalimi i paneleve fotovoltaike në gardhet rrethuese të objekteve bujqësore, por edhe në suport të bujqësisë edhe të fabrikave përpunuese, si për fabrikat e vajt, apo edhe për fabrikat e tjera të sektorit të bujqësisë. Nova Solar si funksionon, nëse mund të na shpjegoni pak në vija të përgjithshme? Ne jemi kompani që merrem me projektimin, furnizimin dhe instalimin e implanteve fotovoltaike, gjithashtu edhe me mirëmbajtjen e këtyre implanteve. Gjithmonë suport të klientëve fundor, që janë familjar ose biznese. Kryesisht në këtë panajir, po mundohemi të suportojmë bizneset që kanë lidhje me bujqësinë. Sfidat tuaja më të mëdha gjatë punës suaj, cilat janë? Si çdo punë ka sfidat e veta, por ne mundohemi me qenë profesionist, duke u mundu për të kuptu proceset e punës që ka sektori i bujqësisë edhe për t'ju ofruar atyre zgjidhjen që ata kanë nevojë. Sepse ne ofrojmë si zgjidhje për sisteme që lidhen me rrjetin, por edhe sisteme që janë të shkëputme nga rrjeti, siç janë sistemet për pompat vaditëse, për sisteme me bateri, të cilat bujqit edhe blegtorët kanë nevojë për të shtyr biznesin e tyre para. Sa vite keni në treg që operoni? Ne kemi 5 vjet në këtë treg edhe operojmë për gjitha sektorët. Pritshmëritë nga panajiri, cilat janë, duke qenë se jemi dhe në ditën e tretë, pra gati në përfundim të panajirit, na ndajnë edhe pak orë nga mbyllja zyrtare. Cilat kanë qenë ato pritshmëritë me cilat keni ardhur në këtë panajir dhe deri më tani e keni përmbushur? Pritshmëritë gjithmonë janë të mëdha, por ne jemi të lumtur që shumë blegtor edhe bujq, edhe persona që merren me bujqësi në këtë sektor kanë ardhur për të dëgjuar zgjidhjet që ne kemi, sepse ne besojmë që teknologjia është ajo që e suporton shumë këtë sektor edhe i lehtëson edhe bujqve punën.